Në fshatin Leshnis të Pogradecit, ku çdo familje jeton me të ardhurat e tokës, ky sezon vjeljeje është kthyer në një periudhë zhgënjimi. Varietetet e rrushit që prej dekadave kanë qenë burimi kryesor i të ardhurave për banorët, këtë vit kanë mbetur stok. Edhe pse vreshtat janë mbushur me prodhim të bollshëm e cilësor, mungesa e tregut dhe çmimi i ulët kanë bërë që mundi një vite të tërë pune të mos shpërblehet. Çmimi me shumicë është vetëm 50 lekë për kilogram, por edhe për këtë shumë, tregtarët nuk afrohen në fshat. Në rrugët e Leshnicës, përballë shtëpive e kopshteve, shihen arka me rrush që presin të shiten, ndërsa fermerët përpiqen të gjejnë mënyra për të shpëtuar prodhimin. Shumë prej tyre e kanë kthyer rrushin në verë apo raki për përdorim familjar, por as këto produkte nuk kanë më treg. Situata është përsëritur çdo vit, por këtë sezon banorët thonë se ishte shumë i vështirë. Kryeplaku i fshatit tregon se Leshnica është një nga zonat me traditë të hershme në kultivimin e rrushit dhe frutave të tjera. Sipas tij, ky vit ka qenë ndër më të vështirët për banorët, jo për shkak të prodhimit, por për mungesën e tregut. Siç e shkoni edhe vet këtu, domethënë fshati Leshnicë është nga fshatrat që ka më shumë vreshtari dhe pemtari, por për momentin jemi në vreshtëria. Kështu që gjysma e fshatit, ose më shumë se gjysma, mund të themi edhe rreth 70% banorët merren me rushin. Por nga vitet e tjera, ky vit ka qenë më problemesh për banorët, se nuk kanë tregshitje. Pjesa dërmuese po e marrin dhe po e shtin për vete, domethënë verë, raki, po gjithsesi po ti pyesi fshatarët, akoma kanë verën dhe rakin të pashitur të viteve të shkuara. Kështu që problemi është tregu. Shkosh në tregun Pogradec, ke rush nga Maqedonia, ke rush nga Greqia, ke rush nga, nuk e di, domethënë nga jashtë kufiri, domethënë. Kjo është ajo arsye që mendojmë ne që ashtu. Dhe është një diçka tjetër, ose mund ta them kështu ndoshta edhe njerëzia sa vjen dhe largohen. Kështu që prodhimi ishte lidhur me njerëzimi, kështu që po spati njerëz, s'ka kush e konsumon. Kjo do të thotë që edhe mundësia e blerjes dhe mundësia e shitjes së banorëve, do të thonë, është e pamundur. Kështu, këto janë të lidhura, po normal, apeli bëjmë shtetit, qeverisë që të sensibilizohet, t'i kushtojmë më shumë vëmendje fshatarëve, banorëve të fshatit, se nga fshati vjen rushi, vjen molla, vjen buka, vjen çdo gjë. Vjen domatja, vjen patatja, kështu që shteti duhet të shikojë më shumë bujqësinë se sa industrinë. Se edhe industria pa bujqësinë, do të thënë janë të dyja të lidhura bashkë, që të funksionojnë, kjo do të jetë më e mira. Një prej banorëve të fshatit, i cili prej vitesh merret me vreshtari, tregon se situata është e rëndë dhe e përsëritur. Ai thotë se punojnë gjatë gjithë vitit me shpenzime të larta për ujitje dhe trajtime kimike, por në fund përballen me mungesë tregu dhe humbje ekonomike. Institucionet po të kenë mendje të përkushtohen ndaj nga bujkut, të interesohen çfarë prodhim ka bujku, të mos lejojë hyrjen nga jashtë të prodhimit. Shitet prodhimi vendese, e ne të kënaqemi pasaj. S'ka treg, s'kemi ku shkojmë. Punojmë gjithë vitin, heqim punës sa me të mund, me ilaçe, me plera, me të gjitha, kur vjen puna tash ngelemi këtu stok. 500 lekë japim, 500 lekë të vitra. Dhe me 500 dhe nuk vjen kush, nuk pyet njëri. A ke apo s'ke? Në Pogradec në tregu i lirë, atje gjenë me shumicë rrush të huaj. Thonë gjoja nga Berati, pa ata më shumë rrezikse mos vit nga Greqia dhe rrush, siç ka dalë nga kontrollet, me pesticide. Ndërsa rrushi jonë është bio, edhe nuk parapëlqejet. Edhe fermerët thonë se çdo vit e kanë më të vështirë ta shesin prodhimin, ndërsa shpenzimet vetëm sa shtohen. Si familje kanë disa dynim vresht, por prej 3 vitesh nuk kanë shitur asnjë kilogram rrush. Fermerja thotë se fshati është në prag shpopullimi dhe se askush nuk kujdeset për jetesën e fermerëve këtu. U ndërtua dhe një fabrikë, nuk ka pyetur fare. Nuk ka pyetur fare ose të vita shikoj një cilësinë e rrushit të shikojë. Nuk ka pyetur fare fabrika. Ku punon ajo fabrikë? Çfarë prodhon fabrika e verës që u ndërtua këtu dhe u bet tër ajo Duart Rokitje tër ajo aty? Kot. Rush s'ka marr fare. Esenca nuk e di çfarë marrin, me çfarë punojnë, nuk e di më. Prodhohet verë, vinë marrin verë aty. Tregtarët se me çfarë prodhohet ajo verë, prodhohet me esencë. Edhe vera bio që prodhojmë neve, asnjëherë nuk pyesin.
Në Leshnicë, rushi që dikur siguronte jetesën e 10 familjeve, sot është kthyer në një simbol të mundit pa shpërblim. Fermerët shpresojnë që institucionet shtetërore ta kthejnë vëmendje nga fshati dhe bujqësia për të mos lejuar që prodhimi vendas të mbetet pa vlerë. Ata kërkojnë politika të qarta mbështetëse, treg të organizuar dhe mbrojtje të produkteve shqiptare nga konkurenca e pandershme e importit. Në të kundërt, vreshta do të mbeten bosh e bashkë me to do të shuhet edhe një traditë që për dekada ka mbajtur gjallë jetën në fshat.